Në vitin 94, përmes klubit të futbollit Kosova e Prishtinës, ku atëherë kryetari i tanishëm i Federatës së Futbollit Agim Ademi më ftoi që të jem edhe unë mosafiri i ekipit të tij, i cili do të shkonte në Plovdiv, ku do të zhvilloheshin 2 ndeshje kundër Lokomotivës së Plovdivit dhe aty trajneri i ekipit të parë, kur përfundoi ndeshja e parë, ai kërkoi që nga menaxheri i ekipit të atërshëm Rashid Xhinipotuk, i cili edhe ka qenë kryetari i klubit, tha se unë duhet të mbetem aty dhe të vazhdoj të luaj aty. Do të thotë, kjo ka qenë si një shaj falënderimi, sepse shkumin edhe bardhën më shumë kom përfitu prej futbollit të vogël, kam po njerëz të luajnë futboll të vogël dhe kom fitu shumë më shumë për me shkune për ekipe tjera. Do të thotë, nuk u kon ajo që jo s'bën me luajt futboll të vogël. Pas 6 muajve aty kanë ardhur edhe kushtrimi Munishi, dhe sepse kushtrimi ka qenë edhe në atë kohë. Mirë, po tash 3, se aty ka qenë edhe një, ose përmenin këta këshive, një lejtar që s'du më as mi përmen, dhe nuk kemi mujt që të jemi 4. Do të ka qenë atër me 3 të huj, dhe tash kemi mbetur unë edhe Muharremi. Për në atë kohë, deri sa kemi qenë bashk, shembull me Muharremin mu më ka ndihmu shumë herë në lojë, stërvitje, pasi që unë atër them 19 vjeç e gjys, 20, mirë, po gjithmonë ka qenë kraj gjatë dhe më ka ndihmuar shumë herë, si në lojë, si në kudo qoftë, kudo që kemi qenë, dhe aty kam fituar edhe Novkën Ballakovi i Bullgarisë. Ballakova. Po. Pastaj prej atyt për një vit mund të them se gjysmëstinorin e parë ka qenë shumë mirë. Pastaj gjysmëstinorin e dytë jo as mirë, sot kam qenë në stinorin e vjeshtë. Pore, a mershi? Poret kemi pas kështu, sepse kemi pas Rashidin Xhinipotukun. Jo shumë pore, mirë, po ka qenë ato rrugat që i ke pas, dhe kontrata shembull ne kemi pas me Rashidin, po jo atë shumë të moja.